Atëherë, roli i menaxherit kryesor është të mirë trajnoj stafet në shitjen e produkteve, në njohjen e produkteve, që klienti të plotësohet me produktin që i bën dobi, jo të marrë thjesht një produkt e të paguajë ato lekët. Domethënë, është trajnimi i mirë i stafeve. Objektivi i menaxherit është të shikoj stokun e magazinës, xhiron ditore, vjetore. Kryesisht është kjo pjesa. A si përshtyr roli i këtij menaxhimi? Çdo punë bëhet me pasion. Nëse është pasion në mes, puna bëhet aq e lehtë sa për çdo menaxher që ka këtë pjesë. Thjesht mos ta shikojmë një pjesë pune si punë rutinë, po nëse pasioni insistohet te kjo pjesë, nëse pasioni është i madh, edhe puna bëhet më e lehtë te pjesa stafit, te pjesa e gjithave. Roli i menaxherit është të sjellë klient të rinj, të mbaj klientët ekzistues, që ndryshe ne i quajmë klient papuçe, edhe për pjesën që mos krijet probleme tek pjesa e servisit. E neve kryesisht është pjesa e servisit, që klienti të dalë një klient të kemi klientë që të jenë klient papuçe ndryshe, është pjesa e servisit. Ai që ndrojmë në servisit, patjetër një menaxher i mirë primaren ka servisin. Të dytën ka shitjen. Tek menaxheri është pjesa e eksperiencës. Nëse eksperienca është më e madhe, normalisht neutralizon pjesën e debatit. Ne gjithmonë me zgjidhje na më të shumta, por gjithmonë është pjesa e eksperiencës së menaxherit. Malli më i tërhequr janë dy kryesisht, është kondicioneri edhe frigoriferët. Çuditërisht gjatë beharit frigoriferët kanë anomali të ndryshme ose frigoriferët e vjetër. Domethënë janë dy produkte. Pastaj filloj me pjesën duke qenë se riarredon në një shtëpi, sepse byen shtëpitë bën mobile të reja. Neve kemi futur në atë pjesë epoke ku produktet edhe pse janë në gjendje pune, por i ndrojnë klientët. Një mesazh për të gjithë menaxherët. Një menaxher i suksesshëm është ai që mirë trajnon stafin, që mban një staf afër dhe normalisht që i shërben klientit.